Allahu krijoi qiejt dhe tokën dhe çfarë ka mes tyre për 6 ditë. E pastaj u ngrit mbi arsh apo mbi fran. E cila është krijesa e parë që e ka krijuar i madhi Allah. Ka në hadith vërtet që pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë sendin e parë që ka kriju Allahu është kalemi, është lapsi. Dhe ka thënë Allahu lapsit pas e ka krijuar shëna. Shëna i caktimet, kaderët e gjësendeve që kanë për të ndodhur deri në kiamet. Dhe thë Allahu çdo imeti dërguar pejgamber. Që misioni aty në pejgamberve është me tregu njerëzve, o ju njerëz, kush jeni ju? Kush e ka kriju juve? Çka kërkohet prej juve? O ju njerëz! O ju njerëz për pasaj dënjaj që po e shihni, po e prekni, po e ndëgjani, po e shijoni, ka dhe një botë tjetër, o ju njerëz! O ju njerëz, nuk ka kuptim jeta pa botën tjetër. Do të kishte qenë pa drejtësie madhe krijimi njerëzve, sjellja njerëzve në këtë dynja, po mos të ishte bota tjetër. O, ju njerëz, ai Zot ju ka krijuar juve që atë ta adhuroni. Ju jeni kriju për me adhuru Allahun, me jetue për Allahun, e me punue si mbas fjalëve dhe mesazhet e misionit të Allahut që tregon e dërgon e zbret nëpërmjet pejgamberve të tij. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nderuar kryetar, kryeimam, kolega xhallar, vëllezër, motra, musliman e muslimane, 30 vjetër. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. E jemi falenderus të madhit Zot për çdo mirësi dhe begati. Ai është krijues i gjithësisë. Ai ka krijuar qiejt, tokën dhe çfarë ka mes tyre. Ai është mbikëqyrës, sundues, furnizues i çdo krijese. Siç ka thënë Allahu Azza wa Jall, Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allahu është krijuesi i çdo gjëje. La ilaha illallah. Allahu është krijuesi i çdo gjëje, i çdo krijese. Çdo gjë tjetër pas lartmadhërisë e tij është e krijuar. E ai është krijues. Wa huwa ala kulli shay'in wakil. Edhe ai është mbikëqyrës, kujdestar, kujdeset për krijesat e tij, i mbikëqyr ato, janë brenda pushtetit të tij. Asgjë nuk del jashtë pushtetit të Allahut. Në mënyrë absolute. Çdo gjë në kontroll, në mbikëqyrje, në dorën e Allahut, te bareke ve teala. Ne jemi në këtë zaman dhe jemi një gjenerat prej gjeneratave shumëta
E sa gjenerata kanë kalu, e sa njerëz kanë kalu prej fillimit të dunjas. I madhi Allah tregon se këtë gjithësi e krijoi për 6 ditë. Ishte vetëm, nuk ishte asgjë. E pastaj e krijoi këtë gjithësi. Siç tha Allahu, alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wama baynahuma fi 6 ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh. Allahu krijoi qiejt dhe tokën, dhe çfarë ka mes tyre për 6 ditë. Allahu krijoi qiejt dhe tokën dhe çfarë ka mes tyre për 6 ditë. Thumma stawa 'ala al-'arsh, e pastaj u ngrit mbi arsh apo mbi fran. Fillimi i dunjas, ka fillim këtë dunja, po edhe fund ka këtë dunja. Çdo krijesë ka fillim, po edhe fund ka çdo krijesë. Allahu pra në Kur'an po na tregon lartëmadhëria e Tij, se këtu krijesa e po i përmbledh krijesat e qiejve dhe tokës dhe çfarë ka mes tyre, sepse s'ka asgjë jashtë tyre. Dhe kjo është universi, e ka krijuar për 6 ditë. Thumma stawa 'ala al-'arsh, e pastaj është ngritur i madhi Allah mbi arsh. E cila është krijesa e parë që e ka krijuar i madhi Allah? Cila është krijesa e parë të cilën e krijoi i madhi Allah te bareke ve taala? Ajo që është e njohur tek njerëzit është se krijesën e parë që krijoi Allahu është lapsi kalimi. Lapsi. Zoti jo. Vullnet dëshirë e Tij. Lapsi. Ka në hadith vërtet që pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam. Gjën e parë, sendin e parë që ka kriju Allahu është kalemi, është lapsi. Faqala lahu uktub, dhe ka thonë Allahu lapsit pas e ka krijuar shëna. Qale ya Rab, madha ektub? Lapsi tha: o Zot, e çfarë të shënoj? Kurse s'ka kur gjë, s'ka krijesa, s'ka çka më shënu. Qale uktub maqadira kulli shay'in hatta taqum as-sa'a. Shënoj caktimet, kaderët e gjësandeve që kanë për të ndodhur deri në kiamet. La ilaha illallah, asgjë nuk del jashtë dijes të Zotit. Çdo sen në këtë gjithësi, çdo ndodhi që ndodh është brenda dijes së Zotit.
dhe brenda caktimit kaderit të Zotit. Ai është i gjithë i dishëm. Dija e tij nuk ka fund. Pra Allahu e krijoi kalemin, lapsin, dhe kështu thonë shumë ulema. Ani pse ka mendime të ulemave, e që është mendimi tjetër, se Allahu krijesën e parë e krijoi arshin, thronin. Arshin, thronin. Ka thënë Allahu azza wa jall: "Kataba Allahu maqadir al-khalaiq." Allah i ka caktuar, i ka shënuar kaderet e krijesave të tij. Qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50,000 sana wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'. Ka krijuar krijesat e tij, ka caktuar kaderet, caktimet e krijesave të tij, para se të krijoj ato, para se ta krijoj tokën dhe qiejt, 50.000 vite. Wa kana arshuhu 'ala al-ma', e arshi i tina veç ishte mbi ujë. Që jep me kuptu se arshi është krijuar para lapsit. E thuhet se krijesa e parë është uji. E thuhet se krijesa e parë është drita dhe errësira. Anë pse këtë fundet e dëpsojnë shumë ulema këtë mendim. Fillimi i dunjas, herët, ku jemi ne sot? Andalet kë njeri me mendu ndonjëherë, ku ka qenë? Dhe çfarë ka qenë? S'ka qenë kërkushi, o musliman. S'ka qenë askushi kë njeri. Këto njohëri, këto gjana, këto të dhanen shumë më rëndësi. Jo që patos më i him gjenet na. Por, kër e njeh njeriu të kaluarën e njerëzimit, fillimin e dunjas, e kupton madhështinë e të madhët Allah, sa i madhë është Allah. Edhe kupton se sa i vogël është insani. Dhe ky parim është shumë i rëndësishëm. Sepse në qëtë parim njeriu çalon, mërthu, shet, dhe ja bëshirën veti. Duke menduar se është dikushi. Duke menduar se është i madh. Qërë dhe vetën tënde me këtë gjithësi. Shikaj se si ka kriju Allahu këtë krijesa. Deri tek ardhja e njeriut Ademit alayhis salam. Pra Allahu, me qenë se të cekëm këte, të thime 3-4 fjalë, thama jetë koranor se ka krijuar për 6 ditë qiellin dhe tokën. Në cilën ditë e filloi Allahu krijimin me krijesave, dhe në cilën ditë mbaroi e krijoi. Krejt ulemat islam janë të pajtimit, të mendimit se për 6 ditë është krijuar toka, qiejt dhe krejt krijesat.
Por kur ka fillu dhe kur ka mbaru, ajo që ka është njohur të shumica absolute e ulemave islam, krijimi krijesave ka filluar ditën e diel dhe ka përfunduar ditën e gjuma. Dhe ky është edhe mendim i qifutëve në librat e tyre të shenjta, apo librat e mësimet e tyre të shenjta. Ka filluar në ditën e diel, ka përfunduar në ditën e gjuma. E thuhet se ka filluar ditën e hanë dhe ka përfunduar ditën e shtunë. E thuhet se ka filluar ditën e shtunë krijimin e krijesave. E që i bie ka përfunduar ditën e hajt. Kur thash ditën e gjuma ka përfundu, për ata e kanë shtu ulemat, ka përfundu ditën e gjumas, andaj muslimanët e marrin për fest ditën e gjumas. Dhe gjumaja është fest e javës, bajram e javës. Të krishterët thonë se ka fillu ditën e hanë dhe ka përfundu ditën e shtunë, andaj të dielën e kanë pushim. Që fota që shtash jenë me ne, andaj ditën e shtunë e kanë pushim dhe nuk punojnë. Po mirë, 6 ditë mund të parashtron pyetje dikush. Ato kanë qenë ditë se ditë tona, apo kanë qenë ditë të tjera? Subhanallah. Ne s'kemi qenë atë kohë, nuk ka pas histori në atë kohë. Ajo që ka është njohur tek ulemat e tefsirit e të historisë të tjerë, se mendimi me i njohur është 6 ditë si ditët tona. Sepse Allah e ka cekë ditë. Dhe ne kur ndëgjojmë ditën e kuptojmë këtë ditë që jemi në sot. Dhe kjo ditë është prej që kriju toka dhe qetë është të tillë deri në kiamet. Dita nuk ndryshon, nata nuk ndryshon. Vetëm sillet gjatë stineve të vitit. Zotët shkurtohet, po të njëjtin cikël e bën. Thuhet, të disa ulemat e selefëve kanë thonë se asnjëherë nuk mund të jetë për qëllim ditët sikurse tonat. Sepse për me ekzistu ditët si tona do të me pas natë e ditë, e nuk ka pas as natë e as ditë. Por, është për qëllim 1000 vite për një ditë. E që i bie, kjo gjësi është krijuar për 6000 vite. Allah e pse po them 1000 vite për një ditë, 1000 vite, një ditë sa 1000 vite, sepse Allahu ka thonë wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Dhe një ditë të Zotit është, një ditë të Zotit është sa 1000 vite që ju i numërani. Dhe një ditë të Zotit të një 24 orë, është një natë dhe një ditë. Tek Allah është 1000 vite, pra për 6000 vite. E thuhet se me këtu ditë nuk është për qëllim as ditë as si ditë, një ditë as një vit, por ditët në gjuhën arabe përdoren për kohë, për periudhë.
në ditët e rinis, edhe ne përdoru në kohën e rinis, në ditët e lesnis, në ditët e poshtimit, në ditët e liris, pavarësis, luftës, pra në qatë fazë, në kohë, periudhë. Këtë përkrahin disa ulema bashkohore, jo të vjetë, si Ibn Ashuret e tjerë, që thonë se me 6 ditë janë për qëllim 6 periudha, faza. Çdo fazë Zoti e din sa mira vite ka pasur. O shumë interesant këtë çështje. Pse Allah se krijoi brenda një të hapur dhe mbyllë sytë, apo brenda një sekondë, pa më pak. Inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, ka thënë Allahu. Kur Zoti dën të bëj diçka, veç e thot bëhu, dhe e bë. S'ka nevojë për lëndë të parë, s'ka nevojë me u kujtu, s'ka nevojë me bën ndonjë farë plan, ndonjë farë, s'ka nevojë, kur gjë s'ka nevojë, sen. Bëhu dhe bëhet. E pse këtu i krijoi kaq ngadalë, për 6 ditë, për 6.000 vjetë, ose me periudha gjata sa të në Allah. La ilaha illallah. Sa ma shumë njeriu të meditoj rreth krijimit të tij si njeri, arrin pastaj ta kuptoj edhe qëllimin e tij që ne jemi në muajin e bekuar Ramazan, ku po du me dal pak më vonë. Mënyrë që mos jenë nderse tona krejt pe fillimi deri në fund të Ramazanit, rreth agjerimit dhe vlerave të tij. Anë se s'bahen shumë kurrë ato dhe nuk tërprohen, dhe të gjithë ne kemi nevojë me na i kujtu, një anë tjetër, pashallah, kemi nevojë. Sigurisht që kemi nevojë me thonë, o Rabbi Allahut, të ty Allahut, dhe së ta qilë Koranin, sa venda, o ju njerëz të një Zotit, o ju musliman të një Allahut. Dhe s'bën zarar ajo. Është një terapi e shkelqyshme, është një frymëzim, është një ushqim që ta rikujton, të këndell, të afron te Allahu. Por pra të cekëm disa gjëra që na tregojnë se sa shumë Allahu nderoi këtë njeri. I krijoi 7 palë qiell dhe tokën, dhe çfarë ka mes tyre. Pastaj, në fund, në ditën e xhumas, që thamë është dita e fundit të krijimit, krijesave, krijoi në ditën e xhumas, dhe në fund të ditës së xhumas, mes namazit i qindis dhe akshamit, e krijoi Allahu Ademin, baban dhe tonë dhe të njerëzimit. Krijesa e fundit është Ademi, është njeriu. Krejt tjerat janë krijuar para insanit. E që i bie, kur ka dalë insanin këtë dynja, kur është kriju, çdo gjë ka qenë e përgatitur, e krijuar, e përshtatshme për te. Kjo tokë, kjo diellë, kjo hanek, kjo natë, kjo dite, këto ushqime, këto pemë, këto peshqe, këto shtazë, këto... La ilaha illallah. Krejt. Kanë qenë të krijuara. Edhe i mbetet insanit vetëm me i shfrytëzu, pastaj me fillu me i shfrytëzu dhe me jetu, me shfrytëzu të mira dhe me jetu në këtë dynja. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, khayru yawmin tala'at alayhi ash-shamsu yawmul jumu'ah. Dita më e mirë në të cilën lindë dielli është xhumaja. Dita më e mirë që lind diellin të është xhumaja, dita më e vlefshme. Allah e ka daluar xhuman prej që ka krijuar tokën dhe qiejt.
E pastaj neve na ka bërë fesë dhe na ka bërë farz të bimin e muslimanëve ditë gjumas. Dhe jo të ditën si që mendojnë që tha me herët që fotet për ditën e shtunë. Dhe jo të ditën si që mendojnë krishterët për ditën e dielë. Dita e gjumas shumë e madhe, ama me u të bue namazin e drekës, e që quhet namazin gjumas. Andaj robi cili e njeh vetë vetën e vetë, dhe e njeh krijuesin e tij, qysh bëhet mos ju përgjigje Allahut në ditën e gjumas. Qysh bëhet me qenë dita e gjumas sikurse ditët e tjera të robit. Andaj dhe të mja kujtue njerëzve me thonë, o, Allah, lejat punë, mos haro ditë gjumaje sot. Është ditë e madhe sot, khajru jomin, talat alejhi shamsu. Ditën më të mirë që lind dielli o dita e gjumas. Fihi khuliqa Adem. Në atë ditë është krijuar Ademi. Tash hadithi po të regon një rëndësinë e madhe të gjumas. E tani se Ademi është krijuar në këtë ditë. O fihi udkhila al-jannah. Dhe në këtë ditë, po të njëjtën ditë, Ademi është futur në xhenet. O fihi ukhrija minha. Dhe po atë ditë ka dalë prej xhenetit. Wala taqumu sa'atu illa yawm al-jum'a, po dhe kiameti ka me u bë ditën e gjumas. La ilaha illallah. O kriju Ademin ditë gjumas. Dhe atë në fund të ditës e gjumas. Që shka në hadith tjetër, khalaqa Allahu Adem alayhi salam ba'da al-asri min yawmil jum'a. Allah ka krijuar Ademin ditën e gjumas pasi qëndis. Fi akhir al-khalq, krijesa fundit. E sa krijesa janë? Po s'kush nuk e di. A nuk keni ndëgjuar shumë herë kur o zbulu edhe një peshk, o zbulu edhe një shtaz, o zbulu edhe një insekt, po dhe po këtë s'kanë mënonë me zbulu. Nuk kanë fund, veç i madhi Allah e din sa janë krijesa. Sa krijesa janë. Pra Ademi krijesa e fundit, u fi akhir saatin min saatil gjuma, edhe në kohën e fundit, orën e fundit, qasën e fundit të gjumas, fi ma bejnë l'asri ila lejl, mes e qindis dhe mes akshamit apo përëndimit të diellit. E krijeja Allahu Ademin min qabdatin, qabadaha min gjemil ard, për një grusht të dhe që morë për i krejt tokës. Për Ademit e krijeja havën, i futin xhenet, najte sa najte edhe doli i xhenetit për veprën që e bëri, për gjënajnë që e bëri, doli tokë. Po kë ka qenë kaderri Allahut me dalë tokë. Jo se Ademi është gjënaqar, por kaderri Allahut. O është pa qaraj me bo qatë gjëna, me hëngër pëmën e ndaluar, për me zbritën tokë, se për ndryshin e nuk do të kishim qenë këtë vend këtë në tokë. E pastaj prap më këthy atje nalt, por më këthy atje pas një mundje, një lodhje, jo të vogël, dhe një rrugtimi, udhëtimi, jo të shkurt këtë dynja. Mund, lodhje, sprova, të lashe, la ilaha illallah, deri të jap shpirt. S'ka rahati, s'ka pushim,
Kjo është pëshim në mirë figurative, po shunatën për marrë energji, po prap me punu, pe i punën punë. Ligjët Zotit, së në ikë, së në ndryshon. Po rëndësishme është se Allahu na pas ka zbrit pra në tokë babën tonë Ademin, e që na me linë pas të i vitina, edhe prap me u këthyje atje ku edhe kina vendi, e që është kriju për ne, e që është gjenneti. Ama zbohet pa kaluna për këtë dënja. Dhe këtë dënja Allah e la se sprovë, të bareke o ta'ala, mund prokupim, angazhem, adhurim, ibadet, dhe kështu më ra. Pra një rrugtim jo i lehtë, jo i shkurt. Sot njerëzit jetojnë 60 vite mesatarja i metë, që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Anë pse njerëzit me herët kanë jetuar 500, 400, 600, 700, 800 vite. Gjeneratat e hershme. Po edhe këtu tonat së 60 vite, 80, a të lehta për dukena? Këtu nuk janë shumë me ngjesi vite, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, se sa hore hargjën. Por me hjeka, e me munde, e me pun, e me telashe, zëtë sa gatë është. Ani me bo Allahu me të spërvu e dikend, e zbohet pas spërvu për dikend dhe ma shumë. Haram, e gjatë. Po kur të këqërësh, së ndel për i këtyne ligjeve robi. Andaj dhe të mundale me mëndu që ka me bojë gjatë kësaj periudhe, njeri ju qysh më gjindë. Dhe të mundale me mëndu rrë. S'moni ikë ftaftit e nëzetit e natës e ditës e lodhës e pleshnisës, s'moni ikë. Nuk moni ikë. Qysh më gjindë robi, së një ikë dekës. Allah i madhruar, ajo është Allah, ndeshi dhe dërgoj i pejgamber. Dhe këtu fillon tash ëmbëlsira e madhe. Krejt këtë deri me tani, pika shkurtra natyrisht, është një kronologji, deri të ardhja e insanit, por kur ja nisi insanin këtë dynja, me u zhytën te, me u thellun te, e pa që nuk bën, pa mesazh qëllor, e Allahu para insanit e gjiti, sa e ka krijuar, andaj i dërgoj insanit pejgamber. Dhe tha Allahu, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Çdo umet i dërguar pejgamber. Dhe tha Allahu mubashirin wa mundhirin. Që misioni aty në pejgamberve është me tregu njerëzve, o ju njerëz, kush jeni ju? Kush e ka kriju juve? Çka kërkohet prej juve, o ju njerëz? O ju njerëz për pasaj dënjaj që po e shihni, po e prekni, po e ndëgjani, po e shijoni, ka dhe një botë tjetër, o ju njerëz. O ju njerëz, nuk ka kuptim jeta pa botën tjetër. Nuk ka kuptim jeta pa botën tjetër. Do të kishte qenë pa drejtësie madhe, krijimi njerëzve, sjellja e njerëzve në këtë dynja, po mos të ishte bota tjetër. O, ju njerëz, ai Zot ju ka krijuar juve që atë të adhuroni. Ju jeni kriju për me adhuru Allahun, me jetue për Allahun.
e me punue si mbas fjalëve dhe mesazhet e misionit të Allahut që tregon e dërgon e zbret nëpërmjet pejgamberëve të tij. Dhe subhanallah, Allahu filloi të dërgoj pejgamber. Sepse njerëzit rrëshqiten. Që shka thonë Ibn Abbasi, mas Ademit 10 shekuj, njerëzit vazhduan të qëndrojnë në fjalën La ilahe illallah, në fejnë e babas e tyre Ademit a.s. Dhe ashtu mileti, o rrit mileti o zgjenu, e mas 10 shekujve, arriti iblisi i mallkuar me i ba një pjesë të njerëzve për veti. Dhe Allah dërgoi Nuhin a.s. Dhe kështu me radhë pastaj pejgamber mas pejgamberi 124.000 pejgamber. Deri te pejgamberi jon Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. E prej tyre Allahu I përzgjodhi më të veçantit 5. Nuhun a.s., Musa, Ibrahimin, Isen dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Më të veçantë. E ky I fundit e patëm ne atë fat me qenë pejgamber I joni. A thue, sa për, dashti për kuriozitet, dash për njohuri, a thue, sa ka periudhë kohore, sa është periudha kohore, mes Nuhit, e Ibrahimit, e Musaut, e Isaut, e pejgamberit Muhammed a.s. Po edhe Ademit atje. Dikujt I duket se dënjaja pe krijimit Ademit deri sa të ka miliona vite. Rranë është ajo. Rranë është ajo. Asnjëherë. Pe Ademit deri sa asnjëherë. Hakimin e Mustadrak, pastaj Suyuti në tefsirin e tij dhe të tjerë, kanë thënë nga Abdullah ibn Mas'udi, Abdullah ibn Abbasi. Se ka thënë, Abdullah ibn Abbasi, djali I pejgamberit, shok I pejgamberit, pe dietarë më të mëdhenj të sahabëve. Mes Ademit dhe Nuhut ka 1000 vite. Mes Ademit dhe Nuhit ka 1000 vite. Mes Nuhit dhe Ibrahimit ka 1000 vite. Mes Nuhit dhe Ibrahimit a.s. ka 1000 vite. Mes Ibrahimit e Musaut ka 700 vite. Mes Musaut e Isaut ka 1500 vite. Dhe mes Isaut dhe pejgamberit ton a.s. ka 600 vite. E që si pas këti transmitimi, mes Musaut a.s. të cilët ju qatë deti, hap detin, 2 pjesë, dhe gjitha të mrekullinë ndodhen ati të bekuari, mes ti dhe mes pejgamberit ton, a.s. kanë kaluar rreth 2100 vite. Ndërsa mes kohës ton në këtë shekull ku jemi ne, 21-shën, dhe Musaut a.s. I bie dikon 3500 vite. Pra I bie që Musa nga tani ka qenë diku para 3500 vite. Ndërsa mes nesh dhe Ibrahimit a.s. I bie 4200 vite. E mes nesh e Nuhit I bie 5200 vite.
Dhe mes nesh dhe vdekjes së Ademit alayhis salam i bie 6200 vite. Pastaj Ademi ka jetuar 1000 vite, pe që është krijuar. E që i bie prej krijimit të dynja, prej fillimit të krijimit të Ademit alayhis salam deri tani, ka rreth 7200 vite. Ka dhe mendime tjera që thuhet pak më shumë se 7000, e pak më shumë, pak më pak se 7000, por atë diku sillet. Krejt kjo periudhë e njerëzimit e sa ka dynjaja jetë krejt. Edhe për te kanë folë ulemat të ta. Sa i ka dynjaja jetë krejt. Janë dy mendime kryesore. Njëra është 7000 vite. E që kjo është mendimi e shumë historianëve, ulemave. Ndërsa mendimi tjetër, jeta e kësaj bote është 6000 vite. Ndoshta ajo 7000 vite është me afërt. E nëse krahazon pastaj, ka argumente, për shkurtesë, për të tëna kanë sjellur ulemat, në çka që i kanë nxjerrë këto periudha. Nëse i shikon vitet e pejgamberëve, periudhë pas periudhe, dhe këtë se bota të kun mund të ketë 7000 vite, çka i bie kjo? Kjo i bie se jena në fund, krejt në fund të dynjas. Në fund të dynjas. Ne edhe ashtu jena në fund të dynjas e ymet. Me 10 argumente. Por tani që 1400 vite që kanë kaluar pej arës e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë bëjtë në vësake hatein, jam dërguar unë dhe kiametës e këta 2 gishta. Dhe i ka afruar afër të 2 gishtat. Ta po të ishin barabar, ish bë kiameti. Por, si këta 2. Dhe me thonë, ja sa kamet. E me pak se një thuë, prej dënjas. Dënja e piktuhet, shkane, këto ka fundin, të ka fillimin. Prej dënjas ka kalu e kaq. Dhe ka mbet edhe kaq. Kështu të regon e praktik. Dhe kjo kaq sa ka mbetur, kalu 1400 vite, ka 1500, la ilaha illallah. Pra në fund jena. Dhe kjo në fund tjena është mësimi fort për neve. Për shumë sene. Ndërto më së që ditë, sepse kur vjen fund të dynjas, çdo sen ndryshon. Shfaqen shenjat e kiametit, se s'bën kiameti pa shfaq shenjat e kiametit, vogla dhe të mëdha. E të voglat për shohëm për ditë. Po, është më rëndësi gjithashtu për neve me kuptu se shkum. Dhe shkejt dënjaja. Dhe po vje koha, je veç me dek, po edhe më bëk kiameti e me dalë para Zotit. Me dalë para Zotit dhe gjithsesi me dalë para Zotit. Por qysh me dalë robi para Zotit. A mund t'je me logjik të barabartë. Ata të cilët në këtë muaj bekuar Ramazan dhe jena në Ramazan dhe o kënatë që me Ramazan. A mund të jenë të barabartë ata të cilët agjirojnë për hir të Allahut, sakrifikojnë për hir të Allahut, lojnë shumë sene, madje sene më të dashura si buka dhe ujë për Allahun. Më krahazu me qenë barabartë me ate i cili e ka rraf shkrejt. Ja, ma e zvata. A mund me qenë të një barabartë. Ata të cilët e frenojnë vetë vetën, e nalin vetë vetën, nga shumë sene që o akana, po edhe kanë mundësi me i ba. Kush i nalë? Frigën dhe Allahut. I nalë dini.
Islami, si puna me hangre me pi. Kush të shet ty në Ramazan me hangre pi në shpitane? E kur dilsh jashtë, me tha njerëzve, e gëzofshë Ramazanin, po lodhëm ka pak, ose Ramazani lehtë, ose ku e di njerëzit? Kush të nalë ty me hangre Ramazanin, brenda në shpitane, pa të pa kërkush. Ky me ka një barabartë, me të i cilin nuk din që ka është një pa bus një herë, nga oria, nga jetja, e jo, mashallah, vëllezër musliman. Shkej gjysma edhe 2/3 gatit muaj të bekuar. Shumë Ramazane kanë shkuar. Ramazan është bërë farz vitin e 2 Hijri. I dyti. Ne jena në vitin 1427, apo? Hiqa 2. 1445 vita për 6 më orë që bjen muji. Ramazani për çdo vit vjen, shkon, vjen tjetëri, shkon, vjen tjetëri, shkon, vjen tjetëri, shkon. Shkoj gjenerata. Tani vjen 2, 3 kështu me radhë. Dhe herë dhe tek ne. Dhe ne japëm dyrt e zemrës, dyrt të sofrës, dyrt të shpirtit dhe o knaqëm me te. Sepse është i Zotit. Allah e ka tërgu. Për ata njofën popullë mësafer, e ka që Zoti. E ka që Allahu këtë Ramazan. O është pak i ledhë shumë? Nasht. Sepse e ndjejmë vetën se po bojmë diçka për Zotin. Dhe subhanallah, krejt musliman, madje dhe ata që s'falen, e që është behane e madhe, sa të dush e madhe, s'ka më të madhe, veç runa zetë në dalë pidini krejt, por edhe ata, se lemën e që falemi. Kura gjë në Ramazanin, gjysh e ndjinë që kanë bo një punë të madhe. Një punë të madhe kanë bo, dhe vërtet kanë bo punë të madhe. Punë e madhe Ramazani. E s'ka mujtë Allahu me në jekë Ramazani, me në leture, letana, plët millet, plët njerëz millet, hoqë letana pak, ata hekë Ramazani, për të me ta hekë. A jemi është Ramazani, se kërse kë kalem, me shti në gjepe me nëzira? Qa është e letama? Pra, a s'ka mujtë Allahu me në letu, halema shumë. Ose edhe namazën krejt. Më falë një herën jaftë, si plet musliman që falën gjëma, bili, bajram, dikush. Ose sabah e akshom, e ditë një në punë, as ka mujta. Vesht, këthe dhe në anën tjetër, që sheshin ditë burrat të mëdhej, na thamë s'me agjere me një vetën që ke bërë punë të madhe. Qysh njën burrat të mëdhej pa këto punë të mëdha? Qysh njën? Guhen që kaqë, avokata të të qitë ty mena, nuk qitet burri i mirë me fjallë, e me lavde, po me vepra. Me vepra, me amele, bile burri mirë, pak folë. Jaj, pak folë. Vesh kur s'ka qare, ose kur vetët, sa i punon, nuk folaj. Ata që janë pak bura, po bura të lega, po pak punëtor, ata vesh flasin. Sepse dojmë me diçka me kallëzu që na jem dikushi. Që është më ditë burat e mirë. Që është me të regu një Allah që o Zot, ne për ty edhe bukën e lojmë, e ujnë e lojmë, ne për ty o Zot edhe gjumën e prishëm 2 natëse, në 3 natëse, ne për ty o Zot që o me në sabah falume, në zëtë, në tëftë, Zotë jonë, asë që lodhëm për atë punë. A jem ranë 8, anë 10, anë 12, anë 2 natës, ka më që me falë sabahun në ora 4 apo 5. Ndash tje trupi i ranë, ndash i letë, ndash pritan, ndash më spritan, për hatër Zotit ka më që. Pa ta ujnë zetë, s'pa ta ujnë zetë, dhe të ndalë me marë të bonari ujë, nuk ka botave që tash, ku në ka arë neve ujë të shpia me ujtë në zetë, bota është mëti. Dhe dash me marë ujë jashtë,
e me dalë të kroni, e me dalë të bunari, e me dalë dikun të proni me marrë uj, e ftoft, e borë, e akull, e me thyje akullin, e me marrë do uj, e me marrë ravdes, dhe temperatura minus 20, minus 25, minus 30. E letë kja? Krejtu i ka bo robi dhe i banë, edhe sa di banë. Edhe ne i bojnë apet, me në këthi kushtet e vjetra, që kemë pas i bojnë, po me emër të Allahut i bojnë, se kanë bo prindë të tonë. Nësë pa flasëm për një bot tjetër e për millet tjetër. Jemëri kanë bo prindë të tonë, i kanë bo. Dhe i bojmë edhe ne. Në ka lesu Ramazani, për shumë arsye ndërtodhe që është dimnit, po edhe kur ka qenë verës, po edhe kur ka qenë i randë për bukë. Për bukë, që me shtruhe thmive në sofër të iftarit? Qka me shtruhe zoja shpis e vladve e burit që i kanë agjeru të ditën, me qka me shtruhe së iftarin dhe me qa me shtruhe në sëfer, me thonë që në hanë sëfer, qa me hangër. Por prap me agjeru. E punë e randë, e njëzë ka ratë fekt, pe lëdhe pe punës, e pe mungesës të landjeve, mungesës të ushqimit. Por kur pishmoni nuk janë ata që kanë agjeru. Tani, a nuk janë këtu vepra që ngrisin robin shumë lartë? Për ata Allah thët, liyebluekum ejukum ahsanu amela. Allahu ka krijuar këtë tokë, edhe këtu ligjen këtë tokë, për një sprovu juve cilët jeni burra më të mirë. E ne muslimant përpiqemi dhe dëshmojmë dhe nuk dyshojmë që jena burrat më të mirë në rrugën të kësor. Sepse jemi në tarik mustaqim. Në qëtë fe që ka pas prej Ademit a.s. E këta 5 pejgamberët që o cek më lartë dhe krejt pejgamberët e Allahut, dejt e pejgamberi jonë, la ilaha illallah, dhe vetëmit ne jim që kemi najtë besnik, misionin tine. Andaj jena me të mirë. Por përpiqemi më bo hala më të mirë. E Ramazani ka qatë sënim, me në ngrit. Dhe subhanallah me këqyrë urtësi të Ramazanit, Zoti joni dashur. Pse nuk e le Ramazani një herë njët si haqin, një herë njët. E la çdo vetë. Po kjo shumë është në rëndësi. Në ta në shofëm, se si në Ramazan jena ma ofër Allahot. Shpirtat, zemrat në zbuten, shpirtat ngrohen ma shumë, afrohen të Zoti. Diqysh jena ma ofër Allahot në Ramazan. Se rrjedhoj e bereqet Ramazanit për kushtimit tonë i ibadetit të rahmet Allahot dhe shumë faktor. Dhe kjo në aman për një kohë njëve. Se puna gjumas, robi, kur shkon gjuman, dhe hoxha i këshillon, e i qërton, e i mëson, e uari kujton ahiretin, e dëvaqëmërin, e takvallokun, e halalin, e haramin. Aty një bjene në kry, bam, thot, që ta ma qiti mu, që ta ma qiti mu, që ta ma qiti mu. Edhe del me mendim tjetër, knelet, frëmzohet, ushqehet, dhe kjo është që me manë 3 dit, 4 dit, 5 dit, barët që ka kap. Dënjoja për njave hanapet, të hanë dënjoja. Dhe fillon me ra, po që gjimoja tjetër, prape këndellë. Shëf rahmeti Allahut, mës me lanë robin me ra, edhe Ramazani. Sa shumë ngritimi ne me këtë Ramazan, afrohemi të Allah. Knaqëm. Dhe një kohë gjatë në i shtyna me këte. E shty, një kohë gjatë, sikur se ka njëherë, kur ndodhë mes nesh, kur rina me dekana, vjen një mek, një mësafer, thëna, ja, me qëtë nej, e shtynë një avdet, një avë e shtynë me ta, knaqët aj. Po dhe më Ramazan e shtyna me muj, tani fillojna me rase në hanë dënjoja. Po tani fillojna me menu, po vi Ramazani, po afrohet, është zëtë më sëna të presëm, o Allah më sëna të presëm në Ramazan, më sëna të japëm hakun, tani fillojna me jetu, qysht, me prit Ramazanin, e me adhuru Allah në Ramazan. Dhe kjo në ndihmar prap me mbajt një ekuilibër. Për posa sajna që në falen gjunahet, s'pastrujmë për gjunaheve, ngritemi të Zotë,
La ilahe illallah të mirat Ramazanit nuk kanë fund. Allahu na pranov këtë Ramazan. Ja Rabbel Alamin, o Zoti jon, ne I dëshmojmë Allahut se besojmë Zotin hak. Librin e tij na hak, pejgamberin e tij na hak, dinin Islam hak. Zoti jon e kem pranu këtë Ramazan, e kem përqafu këtë Ramazan. E ja kena hap dyrt e shpirtit mas pare të zemrës, tanës dyrt e shpirës e të sofrëse. Këti Ramazani, Zoti jon, mos ta nxjerr për këti Ramazani pa na pranuar ja Rabbel Alamin, e pa na amnestu, e pa na fal të gjithëve ja Rabbel Alamin. Allahu na amnestoft prej zjarmit të xhehenamit, e njëri prej synimeve të Ramazanit është mu amnestu. E që e bie mu amnestu? Mu fshi emni prej listës së xhehenem live. La ilahe illallah. Çdo natë të Ramazanit Allahu fshin rob të tij, hiq rob të tij nga lista e xhehenem live. Allahu na bëf prej tyne ja Rabbi. Ajo është fitore madhe. Po dërojmë ka pak një koçkurt për me fitu kënaqësinë e Zotit, për me fitu rahmetin e Zotit, xhenetin e Zotit. Të lëmë për këtë din, të lëmë për këtë Islam, të lëmë për këtë Ramazan, të lëmë për të mira që ne ka dhënë Allahu Azza wa Jall, se kjo xhamie, pastaj kjo lirie, kjo mundësi me adhuru Allahun lirë shumë e tjerë. Shumë na ka nderuar Allahu. Shumë na ka nderuar Allahu si musliman, po edhe si popull në këtë vend këtu. Allahu na i rujtë të mira që ne ka dhënë ja Rabbi. E shumë shpresoj të Zoti për hatër t'ju dhe çiftave t'ju. Allahu kome na rujtë të mira. Me gjithë këqijat e shumta që jenë të bëjë, dhe me gjithë shirën e fesadin që është të përhap, për hatër të mirëve, që janë të mirë, e menojnë mirë, e veprojnë mirë, e lutën për mirë, Allahu ka me na rujtë të mirë. E rahmeti ti është më I madh se sa gazepi ti, na shkar në hadith pejgamberit, hadith qudsit të Allahut Azza wa Jall nga pejgamberi alayhis salam. Inna rahmeti sabaqat ghadabi, rahmeti është më madh se hidhri. Allah na rujtë të mira, na I shtoft ja Rabbel Alamin. Faleminderit shumë Hoxha Beril, Hoxha Zaim për ftesën. Edhe juve unë zgata kur sa kum fol, se sa hat s'kam kërkon. Na bëni halal, po na shta pak I lodha të prova, por I mu ma bëni halal, Zoti ju dasht, e ju rujt, e ju shpërbleft, e gjithëve Allahu në xhenet ju qoft ja Rabbel Alamin me dashurinë e ju. Dhe nëse më lejon në fund, krejnë në fund, ja kemi sjell një liber që atje në fund, nëse bën ja shpërnda, me lejen e juve, ka dini keni ka një liber prej meje që atje dharat, dhe vllazni e kanë shtypur, por unë e kam shkruar, e keni dharat. Qysh kanë thonë pleshtetër, kur qesh mesafër mos më shku me durthat, unë për mos marrë me durthat, ka një liber ja kompru, faleminderit që bën halal.